Ilir Meta, presidenti i Partisë së Lirisë, ka dhënë një tjetër intervistë pas dënimit me 10 ditë dhënë nga administrata e burgjeve, duke mos e lejuar të ushtrojë aktivitete sportive në burgun 313 ku ndodhet prej tetorit të vitit kaluar me vendim të gjykatës së posaçme. Në intervistën e dhënë për Euronews, Meta tregon më shumë detaje rreth këtij dënimi. Ky vendim historik është i vërtet dhe mu komunikua nga Komisioni i Disiplinës. Gjoja pse kisha kryer një bisedë telefonike në ora 20:20 kur telefonatat lejohen deri në orën 20. Këtë orar strikt unë nuk e dija sepse sigurisht do ta respektoja. Në fakt ndalimi i aktivitetit tim sportiv ping-pong për 10 ditë ndodhi për shkak të intervistës që unë dhash për kolegen tuaj. Unë kam telefonuar zotin Tedi Blushi, me cilin jam në kontakt të vazhdueshëm, i cili ishte duke zhvilluar live një intervistë me të, dhe natyrisht që nuk mund t'i shmangesha pyetjeve të zonjës Njuma, në respekt jo vetëm të integritetit të lartë profesional që ka, por edhe të pasionit të saj për ngjitje në male. Pavarësisht dënimit historik, të jeni të bindur se intervistat e mia nuk do të ndalen përkundrazi, tani do të jenë edhe më të shpeshta. Si ndiheni në burg tani prej 8 muajsh, pyetet Meta. Ky i fundit përgjigjet kështu: unë personalisht ndihem në top form si kurrë më parë. Ushtrohem disa herë në ditë dhe lexoj e shkruaj shumë. Kam mësuar shumë gjëra të reja, pasi kur s'kam jetuar në konvikt. Kam takuar edhe pse shumë pak njerëz të mrekullueshëm dhe fisnik që rrin këtu vetëm për statistika të rrejshme. Po me të nxehtin tani si ja bëni? Kjo nuk është sfidë për mua, pasi un kam problem kondicionerin dhe jo të nxehtin. Vërtet tani nuk ka ujë këtu në mes të Tiranës edhe 12 vjet pas premtimit të kryelindasit, por kur vjen 1 ose 2 orë, mbushim bidonat për t'u larë. Zoti Meta, përsëri shtyrje të hetimit për ju, si e shpjegoni? Në regjimin e inceneratorit që nuk ekziston, por që vetëm Altini nuk e kupton, kjo është normale. Sidomos kur ndodh vetëm një ditë pas përfundimit të hetimeve zyrtare, të cilat po ashtu ishin shtyrë 6 muaj vetëm në interes të izolimit tim ekstrem, me qëllim rrëmbimin e 83 mandateve më 11 maj nga kreu i narkoregjimit. Kështu që nuk jam fare i zhgënjur nga SPAK, sepse ata kurrë më kanë zhgënjur në partishmërinë e tyre të lartë. Si mund të siguronin edhe ata vetë mandatet përjetshme në kundërshtim me kushtetutën dhe ligjin? Duhet t'i mirë kuptojmë edhe ata. Mos jeni i penduar tani që nuk hyt në listë të mbyllur për deputet, nuk pendohem kurrë për vendimet që i marr me bindje të plot. Fakti që ndodhem në një izolim ekstrem, ku as deputetët dhe eurodeputet apo gazetar nuk janë lejuar të më takojnë, nuk mund të më detyrojnë t'i marr vendimet si një lider që ka bërë më të mirën për demokracinë a pluralizmin politik që nga dhjetori 90 me lëvizjen studentore deri tani. Unë kam bërë grevurie kundër ndryshimeve kushtetuese të nxituara në vitin 2008 që pollën listat e mbyllura dhe vran shpirtin e parlamentarizmit për të arritur deri këtu ku jemi sot. Këto pasoja nuk u ndjen shumë deri në vitin 2019 kur edhe LSI dogji mandatet apo edhe thrisja populli në mitingun historik të 2 marsit për të ndalur ligjin e betimeve të lana të antarëve të gjykatës kushtetuese. Shikoni ç'po ndodh aktualisht. Duan të zerojnë çdo mendim pakice edhe në gjykatën kushtetuese. Ndaj po e shkelin shumë rënd kushtetutën për të hequr edhe të vetmen gjyqtare të pavarur. Jo se ajo mund t'i pengojë në vendimet e gjykatës kushtetuese në shërbim të regjimit, por se i tmerron e vërteta. Argumenti, logjika, objektivi dhe integriteti se i nxjerr zbuluar të besuarit e rilindjes përfundon intervistën e tij Ilir Meta.